Jemi kthyer, aty ku e lam bisedën. Sipas lajmeve të fundit kemi dëgjuar konfiskime të shumë pronave, të cilat ndoshta ishin të shitura, nuk e di në situata kanë qenë, apo të rezervuara nga dikush, apo kulla të lëna. Ato që në grop, që në projekt, sa merret zbardhjes. Çfarë do të raste dhe çfarë do të ndodhë me gjithë ata persona që ndoshta kanë bërë blerjet e tyre të pjesshme në lidhje me këto prona? Unë nuk besoj se këto ndërtime do vazhdojnë, edhe pse ndoshta investitorët nuk janë. Patjetër, pavarësisht se janë sekuestruar. Vazhdojnë. Unë nuk besoj se atyre që kanë paguar parat i humbasin parat, por a do vazhdojnë dhe kur do mbarojnë këtë nuk e di. Kurse unë kam një analistë të tillë, që mos të rëmbët ai që ka marrë një kontratë sipërmarrjes, që është pale e dytë që e ka marrë që në grop, që në zbardhjen e sheshit të ndërtimit dhe të projektit, sepse politika është nëse është sekuestruar një kull, një objekt, dhe ai qytetar me të drejtë ka dhënë një koste këstit të parë, të dytë, ose ka marrë një çmim preferencial. Sepse zakonisht që në zbardhjen e sheshit kur personat janë konfiskuar me llogari bankare me gjitha, me çfarë do financojnë? Shteti e sekuestron dhe jo e nxjerr, edhe e nxjerr e ja jep koncesionarëve të tjerë për ndërtim. Po se kur nuk ka për ta bërë, nuk ka fatkeqësisht nuk ka për ta bërë. Jo, si logjik që ndron. Unë do doja, siç pronat që dalin në ankante dhe shiten. Po patjetër, ka shumë prona dhe që jemi në Shqipëri. Jemi i trajton shteti për Airbnb sot e kësaj dite që flasim. Po, jemi të sinqert, jemi në Shqipëri. Po në Shqipëri më flas. Çka do të thotë që tregu në Shqipëri nuk është edhe aq i lirshëm si në Gjermani, pra dikush, një ndërtues, nuk do futet të zhvillojë një projekt që e ka patur një tjetër, i cili ju sekuestrua kur ai tjetri është dikush. Pra ka një emër, ka një brand, emër si investitor, po dhe emër një person që mund të ketë president kriminal. Nuk do futet asnjë investitor i dytë për zhvilluar këtë projektin. Fatkeqësisht, pa t'i themi të vërtetat siç janë të vërteta, mos fillojmë pastaj. Më fal, neve jemi brenda jo nga ana ligjore, ne jemi brenda shtetit, brenda aktit ligjor. Ligji dhe maliqi ka thënë ai burri huaj. Dhe ai jep vetë shteti, ja jep një firmë ndërtimi tjetër. Teorikisht po nuk ka për të ndodhur. Po do ndodhi. Sepse është si puna e lajmit kryeministit që thot për tokat e Zvënecit, që thot pavarësisht se origjina e postës ka qenë probleme, më kupton, ky person që ka bler si individ tokën në Zvënec, quhet i rregullt. Po origjina është komplet false dokumentacioni. Në këtë rast bëhet për investitorin që po flasim për sekuestron, për sekuestrin e disa kulla të financojë pronën dhe të merret me të. Po diraj, janë sekuestruar. Tjetër se ka fare prajo dhe si hyn fare atë pjesë që ti më qartë për publikun dhe për Eglendin. Unë jam e përditshme në tregun e Bregdetit shqiptar. Janë sekuestruar momentalisht që flasim dhe shumë vila në ndërtime sipër në Bregdetin e Gjerit Lazi. Po lutem mos përmend ato lutem. Jo, në Bregdet. Nuk do dalim konkretisht, ndryshe duhet kalosh nga marketingu që ta bësh. Janë sekuestruar vila të personave që i kanë shtyr detyrimin e blerjes ka firma. Ai nuk digjet personi të rreti blerjes. E mira, qofse nuk ka për ta blerë. Nëse ka mbaruar ndërtimi është çështje tjetër, dhe ai ka paguar ideja se ka mbaruar. Edhe nëse ka mbaruar, nuk do shkoj kush. Taksa e pronës na kemi pa e prerë. 2028 dhe 2 ka qenë. Atëherë do të hyrë në fuqi, kështu që do të dalë për një program tjetër pas kemi kota, diskutojmë e pronës. Taksa e pronës së dytë, të dytë dhe shtëpiave të treja, e treta edhe më e lartë. Janë, po, edhe më e lartë patjetër sepse janë investim, nuk janë banim. Do ta diskutojmë një program të ardhshëm, pas kemi kohë për këtë tjetër. Faleminderit shumë që ishit me mua sigla në lajmëron që duhet ta mbyllim. Kampionati botror i futbollit i cili transmetohet ekskluzivisht në televizionin Klan. Sigurisht që ka marrë vëmendje gjatë kësaj periudhe. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve në vijim dhe ne do të shihemi sërish nesër. Kalofshi mirë.